Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Dhe zëndërum, herën që kaloi, përsodhëm fjalën e Sheikh Salih al-Sheikh Allah ruhet, në lidhje me dy shkaqe pse shumë dietarë të hershëm dhe të mëvonshëm kanë nisur mësimdhënien e tyre me shpjegimin e librit Thalathatu usul wa adillatuha, tre baza dhe argumentet e tyre. Këto dy shkaqe janë, sikur se tham, se ky libër është libër i përmbledhur dhe i shkurtër. E dyta, se ky libër ka të bëjë me tre pyetjet e varrit. Pra, kush është Zoti yt, cila është feja jote dhe kush është profeti yt. Gjë kjo, e cila është prej bazave thelbësore të fesë. Pasi përsodhëm fjalën e Sheikh Salih al-Sheikhut Allah ruhet, kemi folur për dy pika. Për shkak se fjala e Sheikhut vërtitet rreth tyre. Pika e parë, për të cilën folëm, është citate dietarësh në lidhje me përkushtimin e dietarëve me këtë libër në mësimdhënie. Pika e dytë, rëndësia në fillimin e mësimit me gjëra fetare bazike dhe të shkurtra. Sa për pikën e parë, kemi cituar disa citate të dietarëve ku tregohen se ata i kanë dhënë fetva prijesit që t'i detyrojnë imamët e xhamive në çdo vend që t'i pyesin njerëzit e thjesht për tre bazat e përmbledhura, të cilat i ka hartuar imami i kësaj thirrje, që tham është Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dhe gjithashtu t'i detyrojnë njerëzit që të mësojnë këto tre baza dhe argumentet e tyre. Sa për pikën e dytë, që është rëndësia në fillimin e mësimit me gjërat bazike fetare dhe të shkurtra, kemi përcjellur disa fjalë dietarësh. Ndër më të rëndësishmet që unë personalisht kërkoj për vëllezërve ta memorizojnë këtë, ishte fjala e Imam Ibn Qayyim al-Jauziyje, Allahu më shëroft, ku jep një shembull madhështor. Duke shëmbëdhyer besimin dhe veprën e njerëzit me ndërtesën e përbërë prej themeleve dhe katëve. Besimi, thot Imam Ibn Qayyim al-Jauziyje, besimi, thot, është themeli dhe baza, kurse katët janë veprat. E gjithë kjo, sikur se thamë edhe më parë, për të treguar rëndësinë dhe pozitën që zë besimi në fe, dhe për të treguar rëndësinë e përkushtimit në forcimin e bazës përpara ngritjes së katëve të ndërtesës. Ndërsa sot inshallah, me lejen e Allahut, përpara se të hyjmë në shpjegimin e këtij libri, do të flasim në lidhje me titullin e librit. Andaj dhe them, dhe prej Allahut vjen suksesi. Titulli i librit është Thalathatu usulin wa adillatuha. Domethënë, tre baza dhe argumentet e tyre. Apo, thënë ndryshe, tre themele dhe argumentet e tyre. Apo, thënë ndryshe, tre parime dhe argumentet e tyre. Të tre ato janë të sakta. Sheikh Salih al-Sheikh, Allah ruhet, në komentimin e këtij libri, në faqen 10, thot: "ولماذا لم يقل المصنف الأصول الثلاثة وأدلتها وما هي العبارة الأصح?" Pse libri është quajtur Thalathatu usulin wa adillatuha, tre baza dhe argumentet e tyre, pse autori nuk tha al-usul al-thalatha wa adillatuha, tre bazat, pa nuk tha tre baza, po tha tre bazat dhe argumentet e tyre. Dhe cila shprehje është më e saktë, thotë shehu. Cila shprehje është më e saktë? Thot, wal jawab an Sheikh rahimahullah lahu risalatun ukhra bi'unwan al-usul al-thalatha. Përgjigja është se autori Allahu më shëroft ka një libër tjetër me titull al-usul al-thalatha. Domethënë tre bazat. وهي رسالة صغيرة أقل من هذه علما ليعلمها الصبيان والصغار. Ai
është një libër i vogël dhe më pak dituri. Ai është për mësimin e fëmijëve dhe kalamarëve të vegjël. Wa amma thalathatu usulin fa hiya hadhihi allati nashrahuha. Ndërsa libri thalathatu usulin wa adillatuha, domethënë 3 baza dhe argumentet e tyre, është libri të cilin po shpjegojmë. Wa yakthuru al-khaltu bayna at-tasmiyatayn wa rubbama utlika alayhima ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة لكن تسميتها المعروفة أنها ثلاثة أصول وأدلتها. Shpesh, thot shehu, përzihet ndërmjet këtyre dy emrave. Donjëherë ajo quhet thalathatul usul apo el usul thalatha. Mirë po emri i tij i njohur është 3 baza dhe argumentet e tyre. Pra thalathatu usulin wa adillatuha. Them, këtu mbaron fjala e shehut, Sheikh Saleh e shehut, them, pasi u njohëm me titullin e librit, them, ky titull është i përbërë nga 3 pjesëza. E para është fjala 3. E dyta, baza apo themele. E treta, dhe argumentet e tyre. Së pari, fjala 3 i referohet 3 pyetjeve të varrit, të cilat janë: kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Dhe kush është profeti yt? Për më shumë shqedhim në lidhje me këtë, inshallah do të flasim më vonë. Së dyti, do të flasim për fjalën usul. Në arabisht, fjala usul është shumë si fjalës asl, që do të thotë bazë apo themel. Sheikh Sulejman Ruhaili, Allah ruajt, thot në shpjegimin e librit Usul min ilmi al-usul të Sheikh Uthayminit, thot shehu: wal aslu fil lugha asfalu shay. Asfalu shay huwa asluhu. Gjithsesi, thot shehu, fjala asl është pjesa poshme një gjëje. Pjesa poshme një gjëje është themeli i saj. Thot shehu: yaqulu al-arabi qa'adtu fi asli al-jabal. Yani qa'adtu fi asfali al-jabal, lam as'ad. Arabi thot u ula në rrez malit, dhe më thënë u ula në pjesën e poshtme të malit dhe nuk u ngrita lart. Këtu është përdorur fjala asl për të treguar rrez malit, pra pjesën e poshtme të malit. Më pas thot shehu: wa yaqul qala'tu asla ash-shajara. يعني أني قلعت الشجرة من أسفلها فالأصل في اللغة هو أسفل الشيء. Po ashtu, thot, unë arabi thot, e shkula pemën nga asli saj, do më thënë nga rënja saj, do më thënë e shkula pemën nga fundi saj, nga pjesa e poshtme e saj. Pra dhe zë ndërum, asl në gjuhën arabe do thot pjesa e poshtme ose baza një gjëje. Më pas thot Sheikh Sulejmani: wal usuliyun yaqulun inna al-asl huwa ma yubna alayhi ghayruhu hissan kana dhalika aw ma'nan. Ndërsa dietarët e usulul fiqh thon baza al-asl është ajo mbi të cilën ndërtohet diçka tjetër, qoftë kjo në mënyrë konkrete apo abstrakte. Ma yubna alayhi ghayruhu hissan kal qawaid أصل للبناء لأن البناء يبنى على القواعد. Në mënyrë konkrete, domethënë në mënyrë konkrete, sikur se kena thënë më parë, konkrete do të thotë diçka që preket, e kundërta është diçka abstrakte. Në mënyrë konkrete, siç janë themelet për ndërtesën të shehu. Sepse ndërtesa ndërtohet mbi themelet. أو معنى مثل الدليل والمدلول فإن المدلول يبنى على الدليل هذا شيء معنوي. Në mënyrë abstrakte sikur se thamë është e kundërta e fjalës konkrete. Abstrakte është diçka që nuk arrit me shqisa, nuk preket. Në mënyrë abstrakte, siç është argumenti. Argumenti i thuhet asl, bazë në gjuhën arabe. Siç është argumenti dhe rezultati i argumentit, apo ajo për të cilën na tregon argumenti. Sepse përfundimi apo rezultati i argumentit mbështetet mbi argumentin dhe kjo është një çështje abstrakte, thot shehu. Mbaron këtu fjala e Sheikh Sulejmanit, Allah ruajt. Them
Fjala e Sheh Sulemanit se fjala asl është pjesa poshtme një gjëje, përshtatet në gjuhën shqipe me fjalën themel dhe bazë. Në fjalorin e gjuhës shqipe, tek fjala themel thuhet, kuptimi i dytë i fjalës themel, sikur se gjen në fjalorin e gjuhës shqipe, thuhet pjesa e poshtme e një trupi, e një sendi e tjerë, mbi të cilën mbështetet a vendosen pjesët e tjera të tij, ose mbi të cilën qëndron trupi, sendi e të tjerë. Thot pastaj pjesa e fundit e një pajisje e tjerë. Kuptimi i katërt i fjalës themel në fjalorin e gjuhës shqipe thuhet në kuptim figurativ, thot. Pra diçka abstrakte. Kuptim figurativ është ajo që shërben si mbështetje as si bazë ku zë fill. Formohet, ngrihet, a zhvillohet diçka. Kryesisht numri shumës, thot. Sinonimi i kësaj është fjala parim. Parimet a njohurit themelore të një fushë të dijes. Gjithashtu në fjalorin e gjuhës shqipe, tek fjala bazë thuhet, kuptimi i parë i fjalës bazë thot, pjesa e poshtme e një trupi, mbi të cilën ky mbështetet diku. Kuptimi i tretë thot, parim themelor, atërësi parimesh ku mbështetet një shkencë e tjerë. Thot, njohuri themelore të një fushë të dijes. Këto janë dy kuptime të fjalës bazë në gjuhën shqipe. Pra, gjuhësisht fjala asl që në shqip i themi bazë apo themel është pjesa poshtme e një gjëje. Thënë ndryshe, sipas dietarëve të usulul fik, është ajo mbi të cilën ndërtohet, bazohet apo themelohet diçka tjetër. Shehu Dhemini, Allahu mëshiroft, ka thënë në Usul min ilm al-usul, në faqen 7, thot: "Fal usul jam'u asl, wa huwa ma yubna alayhi ghayruhu." Fjala usul është shumë si fjalës asl. Ajo është gjëja mbi të cilën ndërtohet diçka tjetër. Më pas thot: "Wa min dhalika aslul jidar wa huwa asasuhu." Prej kësaj është edhe themeli i murit, që është baza e tij. "Wa aslu ash-shajara alladhi yatafarra'u minhu aqsanuha." Si dhe trungu i pemës nga e cila degëzohen degët e saj. Allahu i lartësuar thot: "Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa." A nuk e sheh si Allahu jep shembullin e një fjale të mirë, si një pemë e mirë, baza e së cilës është e qëndrueshme dhe degët e saj janë lart në qiell. Thotu bazat e të cilës është e qëndrueshme. Është përmendur të fjala asl. Asluha thabitun wa far'uha fi as-samaa. Baza e së cilës është e qëndrueshme dhe degët e saj janë lart në qiell. Përfundon këtu fjala e Shehut Theminit. Them, tani, për lidhjen e fjalës bazë apo themel me fjalën tri, në titullin e librit, që siç tham i referohet 3 pyetjeve të varrit, do të lexojmë vazhdimin e ajetit. Në vazhdim të këtij ajeti, që citoi Shehu Themini, Allahu mëshiroft, thot Allahu i lartë madhëruar: "Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha." Ajo, pra ajo pemë, jep frytin e saj në çdo kohë, me lejen e Zotit të saj. "Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Allahu jep njerëzve shembuj që ata të marrin mësim. "Wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ijtathat min fawqi al-ardi ma laha min qarar." Ndërsa shembulli i një fjale të keqe është si një pemë e keqe, e shkulur nga sipërfaqja e tokës, pa pasur qëndrim, apo pa pasur qëndrueshmëri. Më pas thot Allahu subhanahu wa taala: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allahu i forcon apo i bën të qëndrueshëm ata që besojnë me fjalën e qëndrueshme në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Ndërsa zullumqtarët Allahu i shpije në humbje. Allahu bën çfarë të dojë. Përfundon këtu ajeti. Imami i tefsirit, imami
i mufesirinve, Ibn Jarir at-Tabari, Allahu mëshiroft, ka thënë në komentimin e këtij ajeti, vëllimin 13, faqe 657, thot: "Yani ta'ala dhikruhu biqawlihi yuthabbitu Allahu alladhina amanu yuhaqqiqu Allahu a'malahum wa imanahum." Allahu i lartë madhëruar me fjalën e tij, yuthabbitu Allahu alladhina amanu, Allahu i forcon apo i bën të qëndrueshme ata që besuan, ka për qëllim se Allahu a bën të qëndrueshme dhe të sakta veprat dhe besimin e tyre. Bil qawli thabit, me fjalën e qëndrueshme, fjalën e palëkundur, yaqul bil qawli al haq, do të thënë me fjalën e vërtet. Wa huwa fima qil shahadatu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. E cila me fjalën, do të thënë me fjalën e vërtet, e cila sipas asaj që është thënë, është dëshmia la ilaha illa Allah. Nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut dhe Muhammedi është i dërguari i Allahut. Wa amma qawluhu fi al-hayati ad-dunya fa inna ahla at-ta'wil ikhtalafu fihi. Sa i përket fjalës së tij, pra fjalës së Allahut subhanahu wa ta'ala, fi al-hayati ad-dunya, në jetën e kësaj bote, dietarët e tefsirit kanë pasur mendime të ndryshme dhe saj. Ajo që ka synohet me përcjelljen e fjalës së Imam Ibn Jarir at-Tabarit, Allahu mëshiroft, është përmbajtje që ka në fjalën e tij nga hadithet profetike, jo për të treguar ihtilafin e dietarëve. Mirë po, duke qenë se Imam Ibn Jarir at-Tabari ka përmendur në to hadithe, do të përcjell disa nga këto hadithe që ka përmendur në të. Thot Allahu mëshiroft, faqala ba'duhum u'niya bidhalik anna Allah yuthabbituhum fi quburihim qabla qiyam as-sa'a. Disa prej tyre, prej dietarëve të tefsirit, kanë thënë se në këtë është për qëllim se Allahu i forcon ata në varret e tyre para se të ndodhë çasti i fundit të botës, para kiametit. Më pas ka përmendur se kush ka thënë, kush ka qenë me këtë mendim. Transmeton Imam Tabariu me zinxhirin e tij të transmetimit nga Al-Bara ibn Azib, lidhur me fjalën e Allahut, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya, Allahu i bën të qëndrueshëm ata që besuan me fjalën e qëndrueshme në jetën e kësaj bote, thot at-tathbitu, pra thot sahabiu Al-Bara ibn Azib, thot at-tathbitu fil hayati ad-dunya idha ataahu al-malakan fil qabr faqala lahu man rabbuk. Forcimi në jetën e kësaj bote është kur i vinë dy melekët, dy angjëjt në varr dhe e pyesin: kush është Zoti yt? Faqal Rabbi Allah. Ai thot: Zoti im është Allahu. Faqala lahu, ata të dy do të thonë: ma dinuk? Cila është feja jote? Qala dini al-Islam. Ai do thot: feja ime është Islami. Faqala lahu man nabiyuk? Ata të dy do të thonë: kush është profeti yt? Qala nabiyyi Muhammedun sallallahu alaihi wasallam. Do thot profeti im është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Më pas thot Al-Bara ibn Azib, fadhalika at-tathbit fi al-hayati ad-dunya. Ky është forcimi në jetën e kësaj bote. Gjithashtu transmeton Imam Tabariu me zinxhirin e tij të transmetimit. Një transmetim që ka transmetuar edhe Imam Buhariu dhe Muslimi në sahihun e tyre, nga Al-Bara ibn Azib gjithashtu, nga ky sahabi nderuar, se profeti sallallahu alaihi wasallam përmendi besimtarin dhe jo besimtarin dhe tha: innal mu'min idha su'ila fi qabrihi qala rabbi Allah. Më të vërtetë se besimtari kur pyetet në varrin e tij, thot: Zoti im është Allahu. Fadhalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Ky është kuptimi i fjalës së Allahut. Allahu i forcon ata që besuan me fjalën e qëndrueshme në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Hadithi, sikurse ju thash më para, e transmeton edhe Imam Buhariu dhe Muslimi përveç Tabariut. Pra, përveç Tabariut që po e citojmë këtu, në fjalën e Tabariut e ka transmetuar gjithashtu edhe Buhariu dhe Muslimi. Gjithashtu transmeton Imam Tabariu me zinxhirin e tij të transmetimit, një transmetim që ka transmetuar edhe Imam Buhariu në sahihun e tij nga Al-Bara ibn Azib, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: innal muslim idha su'ila fil qabr
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, kur muslimani pyetet në varr, ai dëshmon se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Pastaj tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ky është kuptimi i fjalës së Allahut. Allahu i forcon ata që besuan me fjalën e qëndrueshme në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Gjithashtu, transmeton Imam Taberiu me zinxhirin e tij të transmetimit. Një transmetim që ka transmetuar edhe Imam Ahmedi dhe El-Bezzar me zinxhir të cilësuar Hasan nga Sheikh Shuaib Arnaut, transmetimin nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu se ka thënë: Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Faqal: Ishim me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në një xhenaze, në një varrim, dhe ai tha: يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك بيده مطراق فأقعده فقال ما تقول في هذا الرجل. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith: O ju njerëz, ky umet do të sprovohet në varret e tij. Kur njeriu të varroset dhe shokët e tij të largohen prej tij, i vjen një ëngjëll me një çekan, me një çekiç në dorë, e ul dhe i thot: Çfarë thuar për këtë njeri? Fa in kana mu'minan qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fa yaqulu lahu sadaqta. Nëse është besimtar, thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, ai thot, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut, një të vetëm dhe pa ortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Atëherë ëngjëlli i thot, të vërtetën them. Qala sadaqta, ke thënë të vërtetën. Fa yuftahu lahu babun ila an-nar, fa yuqalu hadha kana manzilak law kafarta bi rabbik, fa amma idh amanta bihi fa inna Allaha abdalaka bihi hadha. Pastaj thot, i hapet një derë drejt zjarrit dhe i thuhet: ky do të ishte vendi yt po të kishe mohuar Zotin tënd. Por me që besove në të, Allahu ta zëvendësoi me këtë. Thumma yuftahu lahu babun ila al-jannah. Pastaj i hapet një derë për në xhenet. Fa yuridu an yanhadda lahu. Ai dëshiron të ngrihet drejt saj. Fa yuqalu lahu uskun, por ati i thuhet qëndroj qetë. Thumma yufsahu lahu fi qabrihi, pastaj zjerohet për të varri i tij. Wa amma al-kafir aw al-munafiq, ndërsa ju besimtarit ose hipokritit, fa yuqalu lahu, i thuhet: ma taqulu fi hadha ar-rajul, çfarë thua për këtë njeri? Fa yaqulu ma adri, ai do të thotë nuk e di. Fa yuqalu lahu la darayta wa la talayta wa la ihtadayta. Atëherë i thuhet: as nuk dite, as nuk lexove dhe as nuk u uzove. Për fjalën wala talayta është thënë, sikurse thash edhe më para, është thënë, kuptimi i tij është nuk e lexuar. Është thënë gjithashtu nuk e pas mundësi. Domethënë, nuk e pas mundësi të dish. Ibn Athiri thot, muhaddithunet e transmetojnë wala talayta, domethënë nuk lexove, por e saktë thot wala talayta, domethënë wala istata'ta an tadri, domethënë thot nuk e pas mundësi të dish. Kjo vëllezër të nderuam, nga se mundësia dhe udhëzimi është në dorën e Allahut, ja jep kujt të doj për robët e tij. Prandaj, në çdo namaz themi lutje madhështore apo më madhështore në mënyrë absolute: Ihdina siratal mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë. Si mund të ketë mundësi të di ai që i kthen shpinën dhe tregon me një mall ndaj leximit? E lutim Allahun të na udhëzojë në rrugën e drejtë, në rrugën atyre që i ka beqatuar më të mira, jo në rrugën atyre
që ai është zemëruar as në rrugën atyre që devijuan. Më pas thuhet në këtë hadith që përsjell Imam Taberiu, Allahu mëshiroft, thumma yuftahu lahu babun ila al-jannah, pastaj i hapet një derë drejt xhenetit. Fa yuqalu lahu, dhe i thuhet atij, hadha kana manzilak law amanta bi rabbik, ky do të ishte vendi yt po të kishe besuar në Zotin tënd. Fa amma idh kafarta fa inna Allaha abdalaka hadha, por me që mohove, Allahu ta zëvendësoi me këtë. Thumma yuftahu lahu babun ila an-nar, pastaj hapet një derë drejt zjarrit. Thumma yaqma'uhu al-malaku bil mitraqi qam'atan yasma'uha khalqu Allahi kulluhum illa ath-thaqalain. Pastaj hapet një derë drejt zjarrit, sikur se tham, dhe ëngjëlli e godet me çekan, me çekiç, me një goditje të tillë që e dëgjojnë të gjitha krijesat e Allahut përveç thaqaleinve, që janë njerëzit dhe gjindët, përveç njerëzve dhe gjindëve. Qala ba'du ashabihi, ya Rasulullah, ma minna ahadun yaqumu ala ra'sihi malakun bi yadihi mitraqun illa hila 'inda dhalik. Disa nga shokët e tij, nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam thanë: O i dërguari i Allahut, nuk ka asnjë prej nesh që po të qëndrojë mbi kokë një ëngjëll me çekan në dorë dhe mos rënditet nga frika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam lexoi: Yuthabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allahu i forcon ata që besuan me fjalën e qëndrueshme në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër, ndërsa zullumçarët Allahu i shpije në humbje dhe Allahu bën çfarë të dojë. Ky transmetim, sikur se thamë më parë, është transmetuar nga Imam Ahmedi dhe El Bezzar, dhe është cilësuar Hasan nga Sheikh Shuaib Arnaut. Gjithashtu Imam Taberiu ka transmetuar edhe transmetime të tjera. Më pas ka thënë, pasi ka përmendur zinxhirin e tij, thot an Ibn Wahb قال ابن زيد في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Nga Ibn Wahb se ka thënë Ibn Zeid në lidhje me fjalën e Allahut subhanahu wa taala, që e kemi cituar shpesh, pra Allahu i forcon ata që besuan me fjalën e qëndrueshme në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Qal sa nazalat fil mayyit alladhi yus'alu fi qabrihi 'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ky ajet ka zbritur për të vdekurin që pyetet në varrin e tij, për profetin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu transmeton Imam Taberiu me zinxhirin e tij të transmetimit nga Qatada në lidhje me fjalën e Allahut: Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allahu i forcon ata që besuan me fjalën e qëndrueshme në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Qal, tha, domethënë Qatada, tha: بلغنا أن هذه الأمة تسأل في قبورها فيثبت الله المؤمن حيث يسأل. Tha, na ka arritur se ky ummet pyetet në varret e tij dhe Allahu e forcon besimtarin kur pyetet. Gjithashtu transmeton Imam Taberiu me zinxhirin e tij të transmetimit nga Mujahid se ka thënë në lidhje me ajetin e mëparshëm, ka thënë: hadha fil qabr mukhatabatuhu wa fil akhirah mithlu dhalik. Kjo është biseda e tij në varr dhe po ashtu edhe në botën tjetër. Më pas Imam Ibn Jarir at-Tabari, Allahu mëshiroft, ka përcjellur komentimin e dytë në lidhje me këtë ajet dhe thot: wa qala akharun ma'na dhalik yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil iman fi al hayati ad-dunya. Disa të tjerë kanë thënë, kuptimi është se Allahu i forcon ata që besuan me iman në jetën e kësaj bote. Wa huwa al-qawl ath-thabit, dhe kjo është fjala e qëndrueshme. Wa fil akhirah, ndërsa në botën tjetër, al-mas'alatu fil qabr, bëhet fjalë për pyetjen në varr. Më pas ka përmendur se kush ka thënë me këtë mendim. Transmeton
Imam Taberiu me zinxhirin e tij të transmetimit nga Taus, ndërsa ai nga babai i tij në lidhje me ajetin që tham më parë, në lidhje me ajetin yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya, Allahu ju forcon ata që besuan me fjalën e qëndrueshme në jetën e kësaj bote. Ka thënë në lidhje me këtë, la ilaha illa Allah. Çfarë kit për qëllim me fjalën e qëndrueshme? Është la ilaha illa Allah. Wa fil akhira, ndërsa dhe në botën tjetër, për fjalën e Allahut, wa fil akhira, dhe në botën tjetër, do të thot el mes'alatu fil qabr, do të thot pyetja në varr. Gjithashtu transmeton Imam Taberiu me zinxhirin e tij të transmetimit nga Qatada se ka thënë në lidhje me fjalën e Allahut, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya. Amma al hayatu dunya, thot Qatada, sa i përket kësaj bote, fa yuthabbituhum bil khairi wal amali salih. Sa i përket jetës së kësaj bote, ai forcon me të mirën, me hajrin dhe me veprën e mirë. Wa fil akhira, ndërsa për fjalën e Allahut dhe në botën tjetër, do të thot fil qabr, do të thot në varr. I bën të qëndrueshëm në varr. Më pas thot Imam Ibn Jarir Taberi Allahu mëshirat, wa sawabu min al-qawl fi dhalik ma thabata bihi al-khabar an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik. Mendimi më i saktë në këtë çështje është ai që është përvërtetuar në hadithin e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, wa huwa anna ma'nahu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa dhalika tathbituhu iyyahum fil hayati ad-dunya bil iman billahi wa bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pra, mendimi më i saktë në këtë çështje është ajo që është vërtetuar në hadithin e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, se kuptimi i ajetit është se Allahu i forcon besimtarët me fjalën e qëndrueshme në jetën e kësaj bote, domethënë duke i forcuar në besimin ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Wa fil akhirah bimithli alladhi thabbatahum bihi fil hayati dunya. Ndërsa në lidhje me fjalën e Allahut dhe në botën tjetër, me të njëjtën gjë, pra i bën të qëndrueshëm dhe i forcon me të njëjtën gjë me të cilën i forcoi në këtë botë. Dhe thot, wa dhalika fi quburihim hina yus'aluna 'ani alladhi hum 'alayhi min at-tauhid wal iman bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. E kjo ndodh në varret e tyre, kur pyeten për tauhidin dhe për besimin në të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Më pas thot, wa amma qawluhu wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, ndërsa fjala e tij, fjala Allah subhanahu wa taala, dhe Allahu i shpije në humbje zullumqtarët, fa innahu yani anna Allah la yuwaffiqu al-munafiq wal kafira fi al-hayati ad-dunya. Do të thot se Allahu nuk i jep sukses hipokritit dhe jo besimtarët në jetën e kësaj bote, dhe as në botën tjetër. Wa fi al-akhira 'inda al-mas'ala fi al-qabr. Dhe as në botën tjetër gjatë pyetjes në varr. Lima hadalahu al-mu'min min al-iman billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pra atë me të cilën ai udhëzoi besimtarin besimin në Allahun dhe në të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Mbaron këtu fjala e Imam Ibn Jarir at-Taberi. Tani them, pasi na u bë qartë kjo, atëherë na bëhet e qartë qëllimi i titullit të librit, 3 baza apo 3 themele. Libri është quajtur 3 baza dhe argumentet e tyre, apo 3 themele dhe argumentet e tyre, në bazë të 3 pyetjeve dhe përgjigjeve të varrit. Sheikh Suleiman Rohedi, Allahu ruajt, ka thënë në shpjegimin e këtij libri të bekuar në faqen 25, thot: "Hadha al-kitab hawa ma yajibu ala kulli muslimin ta'allumuhu min tauhid rabbil alamin." Ky libër përmban atë që çdo musliman e ka detyrë të mësojë prej tauhidit të Zotit të botëve. Wa bil ilmi bihi al-ilmu shar'i al-muqtaranu bil amal. Njohjen e tij, dijen shariatike fetare të shoqëruar me vepra. هذا التوحيد من عمل به تحققت له سعادة الدنيا والآخرة. Ky tauhid thot, kush vepron sipas tij, arrin lumturinë e kësaj bote dhe të botës tjetër.
wan-najatu 'inda fitnati al-qabr, dhe shpëtimin në sprovën e varrit. Idh madaruhu 'ala al-as'ilati al-thalatha allati yus'aluha al-mar'u fi qabrihi, sepse boshti i tij sidhet rreth 3 pyetjeve që njeriu do të pyetet në varr. Cilat janë këto pyetje? Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Kush është Zoti yt? Cila është feja jote dhe kush është profeti yt? Thot shehu, hadhihi al-as'ila hiya madaru kitabina hadha. Këto pyetje janë boshti i këtij libri. ولم يوفق إلى الحق فيها إلا من علم بها وقالها بلسانه واعتقدها بجنانه وعمل بها بجوارحه وأركانه. Askush nuk uzohet në të, askush nuk uzohet në të vërtetën rreth tyre përveç atij që më i mëson, i shqipton me gjuhën e tij, i beson me zemrën e tij dhe vepron sipas tyre me gjymtyrët dhe veprat e tij. Haythu thabata anna al-'abd yuftanu fi qabrihi fi tilkum al-hufra ad-dayiqa. Nga se është vërtetuar se robi sprovohet në varrin e tij në atë grop të ngushtë. Më pas citon një hadith që e transmeton Ibn Majah dhe që Sheikh Albani ka cilësuar hasan nga Hani, robi i liruar i Uthman ibn Affan, se ka thënë: Kana Uthman ibn Affan idha waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu. Uthman ibn Affan kur ndalon të pranë një varri, thot, qante derisa i lagë mjekra. Qante derisa i lagë mjekra. Faqila lahu, atëherë ju tha atij: Tadhkuru al-janna wan-nara wala tabki. Të kujtohet xheneti dhe zjarri, wala tabki, dhe nuk qan, wa tabki min hadha, dhe qan për këtë. Qal Uthman ibn Affan: Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Më të vërtet, i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna al-qabr awwalu manazil al-akhirah. Me të vërtet, varri është banesa para ahiretit. Ndryshe, sikur se thon disa nga shqiptarët, shkojnë në banesën e fundit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që thot: Innal qabr awwalu manazil al-akhirah. Varri është ndalesa apo banesa e para e ahiretit, nuk është e fundit. Fjala atyre që thonë shkoj tek banesa e fundit është për shkak se ata nuk besojnë në Allahun subhanahu wa taala, nuk besojnë në ringjalljen. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith: Innal qabra awwalu manazil al-akhirah. Me të vërtet, varri është ndalesa apo banesa e para e ahiretit. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Nëse njeriu shpëton prej tij, ajo që vjen pas është më e lehtë. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Nëse nuk shpëton prej tij, ajo që vjen pas është më e rëndë. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, thot Uthmani radhiyallahu anhu, thot, ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: Ma ra'aytu manzaran qat illa wal qabru afdha'u minhu. Nuk kam parë ndonjë pamje më të frikshme se varri. Nuk kam parë ndonjë pamje më të frikshme se varri. Më pas, thot Sheikh Sulemani: Fi tilkum al-hufra fi dhaka al-makan yuftanu al-insan bi hadhihi al-as'ila allati dhakarnaha. Në këtë grop, në atë vend, njeriu sprovohet me këto pyetje që i përmendëm. Faqad jaa fi al-hadith al-Bara ibn Azib. Më pas Sheikhu citon një hadith që transmeton Abu Daudi dhe ka saktuar Sheikh Albani nga al-Bara ibn Azib, se ka thënë: Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dolëm me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar. Në një xhenaze, në një varrim të një burri prej ansarëve. Fantahayna ila al-qabr wa lamma yulhad.
arritëm të vari para se të hapi, apo të futej të lahdi, para se të hapi gropa e lahdit, e cila është pjesa anësore e gërmuar e gropës. Është pjesa anësore e gërmuar e gropës. Hapet gropa, mbasi e hap dhe një pjesë anësh. Kështu varrosen muslimanët. Më pas, në këtë hadith thot, فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ul dhe ulëm rreth tij, sikur mbi kokat tona të kishte zogj. Veni re këtu vëllezër. Kjo vëllezër në Rum tregon për një etik në mexhlis e në mësim. Kjo etik është përqendrimi në mësim. Nga se sahabët u përshkruajtë në këtë mexhlis me profetin sallallahu alaihi wasallam se ishin sikur mbi kokat e tyre të kishin zogj. Ajo që ka dihet është se zogu nuk qëndron vetëm se në diçka të paluajtshme, të palëvizshme. Nga përqendrimi i madh i sahabëve në fjalimet e profetit sallallahu alaihi wasallam, ata nuk lëvizin. Nga se mos lëvizja tregon për përqendrim dhe fokusim në diçka. Pra, aq shumë i madh ishte përqendrimi i sahabëve në këtë mexhlis, sa që janë përshkruar se ishin sikur mbi kokat e tyre të kishe zogj. Më pas, thot në këtë hadith, wa fi yadihi 'udun yanqutu bihi fil ard, fa rafa'a ra'sahu fa qala, në dorën e tij kishte një shkop me të cilin ngërvishte tokën, pastaj ngriti kokën profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha. Edhe kjo fjalë e këtij sahabiu al-Bara ibn Azib, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e përshkruan profetin sallallahu alaihi wasallam se kishte në një dorë një shkop me të cilin ngërvishte tokën. Kjo, thënë dietarët, është një vepër e atij që është në meditim. Kur je duke menu, ke një shkop në dorë edhe ngërvish tokë, nga që je duke menduar. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke menduar në lidhje me ahiretin. Pastaj, profeti sallallahu alaihi wasallam ngriti kokën dhe tha: Ista'idhu billahi min adhabil qabr, marratayn aw thalathan. Kërkoni strehim tek Allahu nga dënimi i varrit, 2 herë ose 3 herë. Fjala në këtë hadith 2 herë apo 3 herë, domethënë profeti sallallahu alaihi wasallam e ka përsëritur 2 herë ose 3 herë, dyshim nga transmetuesi, ka dyshuar transmetuesi, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë 2 herë apo 3 herë. Pra, ista'idhu billahi min adhabil qabr. Ista'idhu billahi min adhabil qabr. Kërkoni strehim tek Allahu nga dënimi i varrit, kërkoni strehim tek Allahu nga dënimi i varrit. 2 herë ose 3 herë. Wa qal wa innahu la yasma'u khafqa ni'arihim idha wallaw mudbirin hina yuqalu lahu ya hadha man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk. Ai i vdekuri i dëgjon zhurmën e sandalëve të tyre kur largohen. Në momentin kur i thuhet: "O ti, kush është Zoti yt? Kush është feja jote? Kush është profeti yt?" Qal wa ya'tihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lahu. I vin 2 melek, e ulin e i thon: "Man rabbuk?" I thon: "Kush është Zoti yt?" فيقول ربي الله. Ai do thot Zoti im është Allahu. فيقولان له, ata do i thon: "Ma dinuk?" Cila është feja jote? فيقول ديني الإسلام. Ai thot: feja ime është Islami. فيقولان له, ata do i thon, pra 2 melekët do i thon: "Ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum?" Kush është ky person i cili është dërguar tek ju? قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ai thot, ai është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani, atëherë ata 2 melekë do t'i thonë: "Wa ma yudrik?" Nga diti këtë? Fayaqul qara'tu kitab Allahi fa amantu bihi wa saddaqtuhu. Ai thot, e lexova librin e Allahut, besova në të dhe pranova si të vërtet. Thash se ajo është e vërtet. Fadhalika qawlu Allahi azza wa jall yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Ky është kuptimi
I fjalës Allahut të plot fuqishëm, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah I forcon ata që besuan me fjalën e qëndrueshme. Më pas thot në këtë hadith, qal fa yunadi munadi min as-sama. Thëret një thirrës nga qielli. An qad sadaqa abdi. Se robi im ka thënë të vërtetën. Fa afrishuhu min al-janna. Shtrojni atij nga xheneti. Waftahu lahu baban ila al-janna. Hapini një derë drejt xhenetit. Wa albisuhu min al-janna. Dhe vishini me roba nga xheneti. Qal فيأتيه من روحها وطيبها. Ati I vjen freskia dhe aroma xhenetit. قال ويفتح له فيها مد بصره. Dhe varri I zjerohet aj sa shes syri I tij. Më pas thot قال وإن الكافر فذكر موته قال pasaj për jo besimtarin përmendi vdekjen e tij dhe tha وتعاد روحه في جسده. Shpirti I tij kthehet në trupin e tij. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له. I vijnë dy angjëjt, dy melekët dhe ulin. Dhe I thon: "Man rabbuk?" I thon: "Kush është Zoti yt?" فيقول: "Ha la adri." Do thot: "Ha nuk e di." فيقولان له. Atëherë ata të dy do I thon: "Ma dinuk?" Cila është feja jote? Fayaqul ha la adri. Do thot ha nuk e di. Fayaqulani ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Atëherë do I thuhet: Kush është ky person I cili është dërguar tek ju? Fayaqul ha la adri. Atëherë ai do thot ha la adri, nuk e di. Pra është në një gjendje hutimi. فينادي مناد من السماء. Atëherë një thirrës nga qielli thret: "An kadhaba." Se ai ka thënë të pavërtetën. فأفرشوه من النار. Shtrojni atij nga zjarri. وألبسوه من النار. Vishani me rroba nga zjarri. وافتحوا له بابا إلى النار. Dhe hapini një derë drejt zjarrit. قال فيأتيه من حرها وسمومها. Atëherë ati vjen nxehtësia dhe era përvuluese e tij. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. Dhe varri I ngushtohet derisa brinjët e tij futen njëra në tjetrën. قال ثم يقيد له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد. Pastaj I caktohet një krijesë verbër dhe me mece. Me një çekiç prej hekuri, lau dhuriba biha jabalun la sara turaban. Po të goditej një mal me të, do të bëhej pluhur. Fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, thumma yuqayyadu lahu a'ma abkam. Pasaj I caktohet një krijesë verbër dhe me mese, qëllimi është se atij I caktohet dhe ngarkohet për ndëshkimin e tij një krijesë që është e verbër, nuk ka sy, në mënyrë që mos të shohë dobësinë, pafuqinë dhe lotët e tij. Gjithashtu do të jetë kjo krijesë do të jetë e shurdhër. Nuk e dëgjon zërin dhe të qarën e tij. Pse kjo? Cila është urtësia? Që të mos e mëshirojë e të mos ndjejë dëmshuri për të. Ndërsa në transmetimin e Abu Daud at-Tayalisit thuhet dhe me mes. Do të thënë, pasaj caktohet një krijesë që është me mes. Më pas thot në hadith, قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا. Kjo krijesë që është shurdh edhe me mes, edhe që nuk sheh, është verbër, ai e godet me një goditje që e dëgjon çdo gjë mes lindjes dhe perëndimit përveç thakalejnve, përveç dy pra krijesave, njerëzve dhe gjindve. Fayasiru turaban, dhe ai bëhet pluhur. Qal thumma tu'adu fihi ar-ruh. Pastaj shpirti I kthehet përsëri. Më pas thot Sheikh Sulejman Ruhaili Allahu ruhet, lidha kana muta'ayyinan ala kulli muslimin
أن يعلم هذه الأصول علما لا يتطرق إليه شك ويعتقدها ويعمل بها. Për këtë arsye, është detyrë për çdo musliman që të njohë këto baza me një dije në të cilën nuk hyn në të dyshimi. Ti besoj dhe të veproj sipas tyre. وقد جمع كتاب الأصول الثلاثة كل هذا. Libri Usul الثلاثة i përmbledh të gjitha këto. ففيه العلم وتحقيق الاعتقاد وطريق العمل بهذا الاعتقاد. Në të gjendet dia, vërtetimi i besimit dhe mënyra e zbatimit të këtij besimi. Nëse ty thuat kush është Zoti yt, thuaj Zoti im është Allahu, sikurse do na vi inshallah. Pra të tregon edhe mënyrën e zbatimit të këtij besimi. Më pas shehu thot, fa yanbaghi lil muslim. Prandaj muslimani duhet an yata'allama hadha al-kitab, duhet ta mësoj këtë libër. Wa an yahrisa alayhi, të ketë kujdes për të. Wa an yafhama ma'anihi, ti kuptoj domethënien e tij. Wa an ya'mala bima ja'a fihi, dhe të veproj sipas asaj që përmban. Wa kana Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah yulqin at-talaba wal 'amma hadhihi al-usul wa yuhaffidhuhum iyyaha. Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, u diktonte, u mësonte nxënësve, studentëve të tij dhe njerëzve të thjeshtë këto baza dhe i bënte ti mësoshin përmendesh. وقد كتبها رحمه الله بألفاظ سهلة ميسرة ليتعلمها عامة الناس من الكبار والصغار بمختلف طبقاتهم ليسهل حفظها. Ai thot, shehu, i shkroi, e hartoi me shprehje të lehta dhe të thjeshta, që t'i mësonin njerëzit e zakonshëm, të mëdhenj të vegjël, nga shtresa të ndryshme, dhe që të ishte lehtë memorizimi i tyre. Më pas thot, وقد استدل رحمه الله لكل ما أورده بأدلة من الكتاب والسنة. Gjithashtu ai solli për çdo çështje që përmendet në këtë libër, ka përmend argument nga Kurani dhe nga Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Baron këtu fjala e Sheikh Sulejmanit. Pra, vëllezër të nderuam, libri është quajtur 3 baza dhe argumentet e tyre, apo 3 themele dhe argumentet e tyre, në bazë të 3 pyetjeve të varrit. 3 pyetjeve dhe përgjigjeve të varrit. Tani, pasi na u bë qartë qëllimi me titullin e librit, 3 baza, atëherë këtu na linë një pyetje. Pyetja është, a do të thotë se bazat e fesë janë vetëm 3? Dhe nëse jo, atëherë pse janë përcaktuar këtu vetëm 3 baza? E qartë pyetja? Pyetja është, a do të thotë se bazat e fesë janë vetëm 3? Dhe nëse jo, atëherë pse janë përcaktuar këtu vetëm 3 baza? Përgjigja së pari, them, nuk do të thotë se bazat apo themelet e fesë janë vetëm 3. Por, këto janë 3 nga shumë bazat e fesë. Cili është argumenti? Argumenti është vetë aktualiteti. Nga sa aktualiteti na tregon se nëpër citate, Kur'an edhe Sunet, tregohen edhe bazat të tjera që janë prej bazat të fesë. Vetë autori, Allahu mëshiroft, autori i këtij libri, ka një libër tjetër që quhet Usulus Sitte, 6 bazat. Andaj, kjo tregon se këto 3 baza janë disa baza ndër shumë baza të tjera për të cilën ka treguar argumentet nga Kurani dhe Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam. Së dyti, shkaku pse është përmendur ky numër i caktuar, pra 3 baza, është lehtësimi në memorizimin e tyre. Shkaku pse është përmendur ky numër i caktuar, është lehtësimi në memorizimin e tyre. Nga se prej metodave të mira në mësimdhënie, këtë ne ka pas thënë shpesh Sheikh Abdulrazak al-Badr, Allahu ruajt. Këtë dobi e përmend shpesh Sheikhu. Nga se prej metodave të mira në mësimdhënie është që mësuesi të përmendë një numër të caktuar, pastaj të sqarojë me detaje se cilin prej tyre. Cila është dobia në këtë? Dobia në këtë metodë është lehtësia në memorizim.
Shembull për këtë metodë nga citatet nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam është hadithi të cilin transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, në të cilin thuhet: "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adhabun alim." Tre lloje njerëzish Allahu nuk do t'u flas ditën e Kiametit. Nuk do t'i pastrojë dhe për ta do të ketë dënim të dhëmshëm. Sheikhun zanim, një plak zinaqar, wa malikun kadhab, mbet gënjeshtar, wa ailun mustakbirun, dhe një i varfër që është mendjemal. Megjithëse numri atyre që Allahu subhanahu wa taala nuk do t'i flasë në ditën e gjykimit është më shumë se 3. Mirë, po profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në këtë hadith vetëm 3. Gjithashtu, hadithi në Sahihun e Buhariut ku thuhet: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu." 7 kategori personash Allahu do t'i vendosi në hijen e tij ditën ku nuk ka hije tjetër përveç hijes së tij. Në këtë hadith tregohet se Allahu i lartësuar do të vendosë në hijen e arshit të tij 7 kategori njerëzish. Mirë po, disa citate të tjera na tregojnë se ata nuk janë vetëm 7 kategori. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Allahu më shoftë, dhe Suyuti kanë shkruar secili nga një libër, pra edhe Ibn Hajar al-Asqalani ka shkruar një libër dhe Suyuti ka shkruar një libër me të njëjtin titull, që quhet Tamhidul Furush fil Khisal al-Mujiba li Dhill al-Arsh. Dhe kanë përmendur hadithe që pohojnë se ata që do të jenë në hijen e arshit të Allahut subhanahu wa taala e kalojnë numrin 7. Gjithashtu dhe të nderuar, për shkaqeve në përmendjen e vetëm këtyre 3 bazave është rëndësia e madhe dhe përmendja e tyre në disa citate në mënyrë specifike dhe të përbashkët. Pra, në këto citate që ju përmenda edhe më parë, janë cituar në mënyrë specifike dhe të përbashkët. Pra, janë përmendur vetëm këto baza në këto hadithe. Prandaj edhe është e përshtatshme që të veçohen ndër bazat e tjera. Gjithashtu, duke qenë se çdo njeri kalon në fazën e pyetjeve të varrit, prandaj edhe kjo gjë është e denjë më veçuar ndër bazat e tjera, për shkak të nevojës së domosdoshme të tyre. Tani do të kalojmë në një tërheqje vërejtje për mos më ngatruar nëse lexohen fjalët e dietarëve dhe mos më keq kuptuar fjalët e dietarëve. Fjala 3 baza është term i përdorur nga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, për këto 3 baza, që u sqaruam më parë. Mirë po, ka dietarë të tjerë që kur përmendin fjalën al-usul al-thalatha, 3 baza, kanë për qëllim 3 baza të tjera. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allahu mëshiroft, thot në Majmu' al-Fatawa, në vëdhimin 9, faqe 32, thot: "Fahadhihi al-usul al-thalatha tawhidullahi wal-imanu bi rusulihi wa bil yawmil akhir hiya umurun mutalazima." Këto 3 baza janë tauhidi i Allahut, besimi në të dërguarin e tij dhe në botën tjetër. Këto janë çështje të pandashme nga njëra tjetra. Vërejmë në këtë citat, në këtë fjalë të Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, se me fjalën 3 baza, Sheikhul Islam ka pasur qëllim tauhidin e Allahut, imanin, besimin e dërguarit e tij dhe në botën tjetër, besimin në botën tjetër. Gjithashtu, një fjalë të ngjashme ka thënë edhe Sheikh Muhammad as-Safarini, Allahu mëshiroft, në librin Al-Awamir al-Anwar, sikur se ndodhet në vëllimin e 2 faqe 64. Pra, kur përmenden fjala 3 baza, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ka për qëllim 3 pyetjet dhe përgjigjet e varrit, ndërsa te Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah në këtë citat që treguam më parë, kitë për qëllim gjë tjetër.
Khair inshallah, kisha me thënë edhe diçka, mirë po, duke qenë se u afrua në namazi, mjafton me kaq. Lutim Allahun që na bëjë të qëndrueshëm në këto pyetje të varrit. Allahumma inna na'udhu bika min fitnati an-nar wa 'adhabi an-nar wa min fitnati al-qabr wa 'adhabi al-qabr wa min sharri fitnati al-ghina wa min sharri fitnati al-faqr wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد وأنقِ قلوبنا من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.